unë kam qenë me fat, më thonë të drejtën, dhe kam arritur që me këmbgulje, me punë, me respekt nga të tjerët të zëvendin tim, si të thuash, në atë numrin e artistëve, aktorëve të rinj të viteve 80, 90 e me radhë, ku kam xhiruar shumë filma dhe nga ana tjetër një lloj mënyre, ajo ishte një kohë që edhe të respektonin shumë qytetarët, njerëzit. Unë e kam dirë në Kosovë këtë gjë. Kosova nga që ardhin shqiptarët, ardhin nga Shqipëria, e ka dashur shumë. Këtu shqiptarët e Kosovës mua më kanë respektuar, më kanë dashur, më kanë, nuk e di domethënë, jam vërtet mirënjohës për këtë gjë. Dhe më ka ndihmuar shumë edhe në këtë proces që jam tani, si ambasador i Shqipërisë këtu, pasi është në vetvete një ndihmë e madhe, sepse të çelen dyert në çdo vend, ke përpara një buzëqeshje, ke përpara dikën që të ndjek me kërshëri, me dashuri, me respekt. Në fundit, çfarë do njeriu? Pak komunikim, pak njerëzillëk, pak respekt. Pra Kosova të pas ka thirr herët për më ardh këtu. Absolutisht që po, e kam vlerësuar këtë dhe e vlerësoj gjithmonë. Unë thash kam pasur lidhjet e mia me Kosovën, qoftë familjare edhe të punës, sepse kur kam qenë dekan apo rektor i Universitetit të Arteve, kam pasur komunikim shumë me kolegët e mi këtu në Prishtinë, sidomos në Prishtinë, po edhe në qytetet të tjera, apo që vini me trupën e studentëve dhe jepnim në projektet ndryshme, në festivale teatrit të rinjve, këtu në Kosovë, në Prishtinë, në Gjilan, në Ferizaj, në Pej, Gjakov. Pra ka qenë ky komunikim dhe unë jam ndjerë mirë gjithmonë në këtë komunikim. Megjithatë, tani është tjetër gjë. Tani unë jetoj këtu. Jam, si thua, pjesë e kësaj shoqërie, me hallet, me dertet, me të mirat, me hapat që po bën Kosova, me gjithçka që po ndrojnë të rinjt, me rrugën e mirë që Kosova ka ndërtuar nga pikpamja institucionale apo nga sundimi i ligjit, apo me institucione të cilat për hir të zëvërtetës funksionojnë. Edhe kjo më bën të ndihem vërtet mirë, sepse institucione të ndryshme këtu, edhe pse patëm një vit me keqardhje them këtë që nuk u ndërtuan dot institucionet e Kosovës, përsëri në Kosovë ato institucione bazike të shërbimit të qytetarëve kanë funksionuar dhe është normale që duhet funksionojnë. Aq më tepër që Kosova është një shtet i ri, por që ka hedhur hapa tepër serioz në konsolidimin e demokracisë. Si është jeta në Kosovë? E ke mendu kështu në momentin kur ke vendos me pranu postin edhe më ardhë me jetu në Kosovë, apo ka dojë më mirë? Jeta në Kosovë, unë jam i privilegjuar mas e pak, po unë bëj një jetë shumë të mirë në Kosovë. Kam një jetë aktive, kuptohet, për vetë punën që kam, për vetë atë që kam jep misioni në këtë rast, në takimet shumëta, që me drejtues institucionesh, me qeverin, me presidenten, me kolegët e mi ambasador, në KFOR, sepse ne kemi kontingent në KFOR, sepse jemi vëndamtar i NATO-s, por nga ana tjetër, përpiqem që ta mbush jetën time, jo bashkë me bashkëshorten, në aktivitetet shumëta, në organizime që unë sjell nga Tirana këtu në Prishtinë apo në qytetet tjera të Kosovës, me ekspozita, me shfaqje teatrale, me filma, kemi organizuar, të them drejtën, shumë aktivitete, qoftë edhe këtu në ambasadë, por edhe në ambientet të tjera të Prishtinës, edhe kjo më gëzon edhe më shliron, se në fundit unë jam një njeri i artit që përpiqem të bëj punën time diplomatike në Kosovë, po ku ka më mirë se sa mund ta bëj duke vazhduar të ofrohemi me njëri tjetrin aq më tepër me art, me krijimtari, me shpirt.